Po unë mendoj që njeriu është si qenje racionale, është në vetë natyrën e tij që ai të jetë kritik. Se nuk mund të jesh të thotar, të logjikosh, të mendosh pa menduar njëkohësisht edhe në formë kritike. Por ndryshe i humbet kuptimi vetë fjalës racionalitet, vetë fra fjalës mendim. Kritika nuk është asgjë më tepër se të bësh dallimin mes të mirës dhe të keqes, të drejtës dhe të padrejtës, gënjeshtrës dhe të vërtetës. Do të është kjo aftësia për të bërë këto dallime që në fakt e dallon njeriu si qenje racionale, por edhe morale, ndoshta nga qenje tjera të cilët nuk kanë këtë kapacitet. Andaj, njëkohësisht, do të thoja që kritika si pjesë e natyrës së vetë njeriut, është e pamundur të ndahet në kohë lufte dhe në kohë paqe. Edhe për një arsye tjetër, sepse luftrat janë konstante në jetën e njeriut. Ndoshta mund ketë paqë në një vend, por vazhdimisht ka luftë diku tjetër. Dhe jo nuk është e domosdoshme do thotë që lufta të jetë përherë armatosur, ka luftë sot bëhet për shembull luftë hibride. Bëhet luftë ideologjike, luftë kibernetike. Të gjitha këto do thotë janë mënyra të cilët kërkojnë një lloj bindjeje. Pala që lufton kundër një pale tjetër kërkon ata të cilët janë pale e saj do thotë t'i binden, t'i nënshtrohen, në një farë mënyre të mos e kundërshtojnë konsensusin që është ndërtuar për luftë. Do thotë, kjo është gjendja jonë njerëzore. Në çdo epokë, në çdo situatë, në çdo rrethan, njeriu ballafaqohet me faktin e konfliktit, me faktin e luftës, me faktin e gjërave të cilët krijojnë mosharmoni. Nëse kuptojmë paqen në një farë forme si një lloj harmonie e njeriut me vetveten, me shoqërinë, me të tjerët. Lufta është pikërisht ajo në një farë mënyre që e krijon mosharmoninë. Po njëkohësisht lufta është ajo e cila më shumë se çdo gjë tjetër në fakt e kërkon kritikën. Sepse lufta niset nga parimi që paqja ose në një farë mënyre racionaliteti ka dështuar. Njeriu do thotë nuk ka arritur në mënyrë paqësore, në mënyrën që, si të themi, nuk ka arritur që ta vazhdoj paqen, ta bëj atë permanente. Përmes arsyes, tash ka nevojë që t'i kthehet dhunës. Lufta në përkufizimin e fundit nuk është gjë tjetër përpos se ushtrim i dhunës mbi një palë tjetër. Ushtrim i dhunës do thotë fizike, dominim, eksploatim. Ato janë pastaj format pasoja tjera. Por në esencë dhuna lufta është dhunë. Dhe logjika, arsyeja praktike do thoshte Kant e refuzon dhunën. I thotë bën një vetë të madhe ndaj luftës. Lufta është përherë një gabim shumë i madh. Është përherë një e keqe shumë e madhe që duhet do e mos luftuar. Por kjo krijon atë disonancën për nevojën për kritik, domosdoshmërinë për kritik. Unë do të thoja që pikërisht në gjendje lufte, në gjendje kur kërkohet në fakt një lloj kur kërkohet plotësisht mbyllja e hapësirës, diapazonit të arsyes, është pikërisht atëherë roli i filozofit, roli i qytetarit si qytetar që ta ngrejë zërin e arsyes kritike, duke të thotë ta ngrej zërin e arsyes duke shtruar pyetje të tilla si me çfarë të drejtë, kujt i shërben kjo luftë, cilat interesa mbrohen, çfarë arrihet nga kjo luftë, a ishte e domosdoshme kjo luftë, a mund të zgjidhnin problemet në një formë që do ta bënte luftën pa nevojshme. A ishte vërtet lufta do thotë momenti i fundit ose ndoshta e përshpejtuam. Do të këta janë pyetje të cilat duhet të shtrojnë një shoqëri, sidomos një shoqëri e lirë, sepse në fund të fundit kritika nuk është asgjë tjetër pos shprehje e lirisë politike dhe morale të njeriut. Njeriu në një farë mënyre kritikon kur është i lirë, kur nuk është i lirë, kritika humbet edhe kuptimin.